Lajmin më të fundit që ka tronditur në orët e para të mëngjesit të sotëm, ku 8 persona, 7 prej cilëve klandestin nga vendet e treta, humbën jetën si pasojë një aksidenti në aksin Kërcyer Përmet. Automjeti ku udhëtonin klandestinët ka dalë nga rruga dhe ka rënë në anë të lumit Vjos, ndërsa mes viktimave është edhe drejtuesi i mjetit nga Shkodra. Do të lidhem përsëri me Brikena Metën për të marrë më tepër informacione prej saj. Brikena, të përshëndes përsëri, është arritur të identifikohen viktimat? Përshëndetje Nisida, jemi pikërisht në vendi i ngjarjes, këtu në aksin Përmet, shumë pranë fshatit Kuqar, ku ka ndodhur edhe aksidenti që ka marrë jetën e 8 personave. Ende nuk janë identifikuar dhe nga ajo që mundemi të shohim në vend ngjarje dhe trupat e tyre janë të shpërndarë rreth mjetit plotësisht të shkatruar. Ai që është mundur të identifikohet pjesërisht është vetëm drejtuesi i mjetit, që dyshohet se është një shtetas nga Shkodra, por mjeti ishte marrë me qira dhe për këtë arsye ka qenë edhe e vështirë të identifikohet ende se kush është personi, ndërkohë që dyshohet se shtetasit e tjerë janë 7 migrantë të parregullt, të cilët e frekuentojnë shpesh këtë aks me qëllim për të shkuar në qendër të vendit dhe më pas për të kaluar në rrugët e tyre Malizbi dhe në qendër të Evropës. Drejtori të policisë vetëm pak minuta më para, Gjansita, i cili ka pohuar se mjeti ka qenë në ndjekje nga policia. Sipas intervistës që ai ka dhënë dhe informacioneve zyrtare tashmë, mësohet se drejtuesi i mjeti i cili transportonte të 7 klandestinët është identifikuar nga patrulla e policisë rreth orës 2 të mëngjesit të sotëm. Pra, Brikena, mjeti ka ecur me shpejtësi sepse po ndiqej nga patrulla e policisë, po prej sa minutash ndodhte kjo, në çfarë distance? Ka të sqarojmë pak mirë këtë pjesë. Po. Atëherë, ngjarja ka nisur që prej orës 2 të mëngjesit. Mjeti identifikuar nga patrulla e policisë në afërsi të Kërcyrës. Është kërkuar nga patrulla që mjeti të ndalojë dhe të kontrollohet për shkak se ka qenë mjet i dyshim dhe ai nuk ka ndaluar dhe është larguar me shpejtësi. Ka mundur që të humbasi ndjekjes së policisë dhe të humbas makina nga kontrolli viziv i mjetit të policisë. Ndërkohë që policia ka vazhduar për gjatë këtyre 2 orëve të kërkojë mjetin dhe duke pyetur edhe banorë të ndryshëm të zonës nëse kanë parë një mjet i cili qarkullonte me shpejtësi në këtë zonë, pra një mjet të panjohur, duke qenë se ju humbi nga vështrimi dhe nga ndjekja dhe nuk arritën që ta gjenin se